Kandidati për deputet I PD-s në Shkodër Arben Lushaj është përgjigjur kryebashkiakut Benet Beci pas një deklarate të Partisë Socialiste, ku ai u përmend si një prej kandidatëve që ka të afërm të punësuar në drejtoritë e Bashkisë Shkodër. Lushaj theksoi se kryebashkiaku Beci, I cili është në hetim nga SPAK, do të ketë një fund të mjerueshëm. Unë do të thoja dy fjalë nga Bencit të Bashkisë. Benet mos u marr me njerëzit e administratës, merret me të afërmit tonë sepse nuk ka si ta justifikoj këtë qeverisjen e tij në bashki. Unë besoj tek meritokracia dhe liria e individit. Shkodra meriton më shumë dhe atë do ta marrin. Lëni shkarkimet politike, lëni njerëz të vazhdojnë punën që I shërben qytetit Shkodrës me ndershmëri. Benet, kujdesu, mos e blesh vota, kujdesu mos të merresh me banda, sepse SPAK-un e ke mas dere. Një gjë është e sigurt, fundi do të jetë I mjerueshëm Benet. Gjatë këtij takimi me banorët e lagjes Tepe, drejtuesi politik I PD-s për qarkun Shkodër Luciano Boçi deklaroi se Beci po shpik skenare për të shkarkuar nga puna në bashki dhe të afërmit e kandidatëve të tjerë të opozitës. Dama I vogël në Shkodër është marrë me kandidatët e Partisë Demokratike, duke krijuar insinuata për të shkarkuar dhe njerëzit e tyre që sot në saj profesionalizmi tyre punojnë në bashki. Ne vetmja shpresë për të ndryshuar situatën këtu në Shqipëri është Partia Demokratike. Ne vim lagjen tuaj me Benin e njihni të gjithë për angazhimin që ka pasur, për atë pasionin e tij për të qëndruar pranë njerëzve. Antar të Këshillit Bashkiak dhe banorët e lagjes Tepe u shprehën se në zgjedhjet e 11 majit vota e tyre do të shkojë për Partinë Demokratike dhe kandidatin Arben Lushaj. Beni është ideal që arriti këtë lagje, merr me njerëzit e thjeshtë, këtu do të jetë fitore e madhe. Jo është lagje që nuk kthehet as me lek, me asnjë lloj presioni. Edhe Ramën e njofton Shqipëria for mos e tash. Kjo lagje ka qenë gjithmonë qendrësar Partisë Demokratike tash 34 vite. Sa I përket Benit, kanë dhënë shumë kontribut Partinë Demokratike. Ta mbështesim si një ideal qendrëstar. Urimet më të mira bën suksese e të shkofmar. Mbështetja për Arben Lushajn po rritet ndjeshëm duke kthyer atë në një nga kandidatët më të preferuar në qarkun Shkodër.